Përshëndetje Elidon, cilat janë të rejat nga hetimi? Në fakt, oficerët e policisë Gjirokastës ende vijojnë për të zbardhur të plot atë çfarë kanë ndodhur gjatë orëve të para të mëngjesit në fshatin Salari, ku siç e pamë në kronik, një shtetas italian u gjet pa jetë dhe kjo si pasojë e vdekja ka ardhur nga qëllimi me një armë zjarri, ndërkohë që në prokurorinë edhe në policinë e Gjirokastës tashmë ka shkuar në 5 numri i personave të cilët po japin deponimet e tyre, të cilët kanë qenë prezent gjatë kohës që shtetasi 44 vjeçar është gjetur i pa jetë në fshatin Salari dhe është gjetur pikërisht nga një patrullë policie. Të gjithë personat që tashmë janë të shoqëruar dhe po merren në pyetje në komisariatin e Gjirokastës kanë qenë prezent edhe kanë qenë së bashku me viktimën dhe kanë dalë që të gjithë për gjuhëti, çka ishte edhe arsyeja e asaj që edhe biznesmeni italian i cili prej vitesh operon në kryeqytet kishte ardhur pikërisht në fshatin Salari, pikërisht për të ushtruar profesionin dhe sportin e gjuhëtisë, të cilin ata e ushtronin prej kohësh në këtë zonë. Ai është gjetur i pa jetë nga patrulla e policisë larg automjetit të tij. Faktikisht edhe në pjesën e sipërme, pra mbi pjesën e motorit të makinës ka patur dhe janë gjetur shenja gjaku të cilat i përkasin viktimës, por ai nuk është gjetur pranë automjetit, është gjetur disa metra më larg automjetit, i rrëzuar në tokë dhe i pa jetë, ndërkohë që një prej personave të shoqëruar midis atyre është edhe ortaku i viktimës, i cili ka qenë së bashku me të dhe tashmë dhe ai po jep deponimet e tij përpara oficerëve të policisë, ndërkohë që një tjetër informacion i fundit është që edhe djali i ortakut që tashmë po jep deponimet pikërisht Gazmet Duraçe është në kërkim nga policia për të marrë në pyetje edhe këtë të fundit. Megjithatë, janë disa supozime dhe ende një komunikat zyrtare, një variant zyrtar nga policia e Gjirokastës, por edhe nga oficerët e drejtorisë së përgjithshme të policisë që kanë ardhur nga Tirana, për mediat nuk ka, pasi janë folur dhe u përfol për shumë variante të cilat mund të lidheshin me vdekjen e shtetas italian. Fillimisht u tha që ndaj tij është qelluar me armë zjarri tip Kalashnikov, por nga këshyrja që është bërë vendngjarjes nuk është gjetur asnjë gëzhoj që i përket kësaj arme, përveç se saçmave që janë që përdoren nga gjuetarët, pra saçmave të çiftes. I 44 vjeçar italian, plagën ka vetëm një plagë të cilën e ka marrë në këmbën e djathtë dhe një herazi nuk përjashtohet mundësia që edhe vdekja të ketë ardhur sipas hemoragjisë që ai ka pësuar, po deri në këto momente do të presim edhe raportin nga ana e mjekëve ligjor, të cilët do të bëjnë me dije se kush ka qenë vërtet shkaku i vdekjes së këtij shtetasi. Ndërkohë autori është zbuluar dhe është shpallur në kërkim, apo jo, Elidon Berberi? Falenderoj për të gjitha detajet e përcjella në studion e ABC News.